Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Demit. Uroj të jeni mirë. Ju kërkoj ndjesë që nuk kam arritur t'ju lexoj, kisha një rast në familje. Të dashur Demër, leximi është një thirrje e madhe për të zgjuar nga një zhgënjim emocional, për të rikthyer te vetja, te forca që ndërton dhe mban gjithçka. Të ktheheni në Demin që jeni. Ky lexim flet për dikë që ka humbur shpresën për shkak të një plage nga e kaluara aktuale, por që tani ka nevojë të rikthej veten aty ku duhet, aty për çfarë është apo si është Demi. 5 të kupës, zhgënjimi. Demi është duke mbajtur ende dhimbje në një situate që nuk shkoi siç e kishte imagjinuar, ndoshta një lidhje, një besim të thyer apo një dështim që I ka vënë një pikë pyete vetvlerësimi të juaj, të dashur Demër. Mos u kap pas asaj që shkoi keq. Nëse e sheh nga sytë e duhur, kjo plagë ishte një pastrim. Do thoni si mund të jetë? Absolutisht çdo gjë që përjetojmë në jetë është mësim. Vjen për të na mësuar diçka. Mund të jetë me vite, nëse nuk bëjmë zgjedhjet e duhura. Do të thotë qëndrimi jon në një vend apo në një situatë të gjatë është vetëm zgjedhja jon. Pra, ishte një mësim, jo një dënim. Mbretëresha e shpatës, apo nëna e shpatës, si quhet në këtë grup letrash, tani është koha për qartësi mendore dhe prerje të shëndetshme. Do thotë, kësaj radhe mos mendojmë emocionalisht. Nuk e bëj dot të shkeqë, ndoshta është të mendoni vërtet të qartë dhe të jepni vetes qartësi mendore. Kjo mbretëresh nuk lejon që emocionet ta verbojnë. Ajo shikon gjërat ashtu siç janë dhe kështu duhet të bëni. Këshilla e kësaj letre mos lejo më që ndjesitë të shtyjnë në vendime të gabuara, të dashur Demër, vëzhgo, kupto, vepro me logjikë, vendos kufi dhe mos shpjego më shumë se që duhet. Nuk e nevojë të arsjetosh askujt. Pra, 3 të gurit, tjetra është punë. Nuk po them të marrim kazmën e të punojmë. Punë që të kthej aty ku ishe. Punë të kthesh aty ku meriton. Punë të bësh zgjedhjen e duhur tani. Kjo letër të kthen tek forca e brendshme që ta them ndërtuese. Puna dhe përkushtimi qëndrueshëm janë shërimi juaj. I yt, të dashur Demër, jo në kuptimin e lodhjes por të krijimit të diçkaje që nuk varet më nga askush tjetër. Këshilla e kësaj letre fokusohu në projekte në zhvillim personal ose në diçka konkrete, të dashur Demër, që po e lë pas dore. Toka jote është aty, vetëm duhet ta punosh sërish. Pra, në mënyrë metaforike, të gjitha janë aty. Mjafton të fillosh dhe të bësh diçka, jo emocionalisht, por me logjikë. The Hierophant apo mësimi dhe kthimi tek vlerat. Kjo letër është për Demin në fakt një reflektim I thellë. Mos harro kush je dhe çfarë përfaqëson. Në kohë zhgënjimi është më përpara zhgënjim është e lehtë të harrosh rrënjët nga ky zhgënjim që ke përjetuar, por mos harro dhe këtë që ke vlera, dije dhe një qëllim më të madh. Këshilla në këtë letër mos u largo thot nga ajo që është e vërtet për ty. Mbështetu në traditat, parimet dhe besimet që të kanë mbajtur gjithmonë të fortë. Përmbledhja e leximit të juaj të dashur, se një nga një duke I lexuar dhe këshillat e tyre, por do jap një përmbledhje
të shkurtër, po përballesh me pasojat e një zhgënjimi që të ka ulur energjinë, vlerën, vetbesimin, vetvlerësimin. Mund të jetë lidhje, mund të jetë situatë, çfarëdo që të jetë, dashur demër, tani nuk është koha për emocione të shfrenuara, por për qartësi dhe maturi. Puna, përkushtimi dhe ndërtimi vetes janë mënyra më e shëndetshme për të dalë nga kjo gjendje. Kujto vlerat e tua, të dashur demër, dhe qëndro i lidhur fort me to, sepse ajo është forca jote më e madhe. Ti nuk je ajo apo ai që humbe, as ai apo ajo që të mungon. Ti je gjithçka që ke ndërtuar me duart e tua dhe tani është koha të ndërtosh sërish. Është në duart e tua apo në duart e juaja, të dashur demër.